Mirë të dashur Binjak në Letra të Fen. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës. Tema apo pyetjen që kam bërë për çfarë duhet japësh syt këtë javë apo këtë periudhë Binjak. Këtu kemi një lexim shumë interesant Binjak, sepse nuk shoh një javë ku problemi kryesor janë pengesat. Përkundrazi, ka lëvizje, bashkëpunim, mundësi për rezultat dhe në fund kemi një letër që tregon sukses, vlerësim, një rezultat që të bën të ndihesh mirë. Por, Binjak, ka gjithmonë një por, por rruga deri aty ka një kusht. Jo të fillosh 5 gjëra, jo të flasësh për 10 plane, jo të përgjigjesh me njëherë në çdo mesazh. Këtë javë duhet të dallosh çfarë është urgjente. Me vëmendje, çfarë është urgjente? Çfarë është e rëndësishme? Dhe çfarë është thjesht zhurmë? 3 të monedhës. Nuk e si ti bësh të gjitha vetë. Këshilla e parë është shumë praktike. Puno me njerëzit, jo kundër tyre. Është bashkëpunimi pra. Mund të duhet ndihma një kolegu, partneri, familjari, ose dikuj që di diçka që ti nuk di. Nuk ka asnjëri në botë që di të gjitha. Po për rastin që të duhet të kërkosh ndihmë. Nëse marrim në punë, nëse ke një projekt, mos u mundu të tregosh se mund ta bësh çdo gjë vetëm. Nëse ka të bëjë në shtëpi, nëse jetojnë 4 veta, nuk ka asnjë arsye që njëri ta bëj punën e 4 vetave. Nëse ka nevojë për një profesionist, paguaj profesionistin në vend që të humbasësh 3 ditë duke parë video se si bëhet. Parafërsisht po ju them që gjithmonë nuk është patjetër të paguani dikë, por gjithmonë ka dikush që di atë që ju nuk e dini. Dhe nëse dikush të jep një kritik të dobishme, mos u mbrom me njëherë. A ka të drejtë në diçka që të thotë? Atë bëj pyetjen vetes. Se ndonjëherë Binjaku është aq i shpejt për të dhënë përgjigjen sa nuk e dëgjon deri në fund pyetjen. Këtë javë dëgjo Binjak. 8 të shkupive. Kur të vi momenti, mos e humb duke menduar pafund Binjak. Mund të vinë telefonata, mesazhe, përgjigje, takime, lajme, një mundësi, një udhtim, ose një çështje që më në fund po lëviz. 8 të shkupive është goxha letër, bukur. Dhe kjo mund të vi shpejt. Prandaj bëhu gati. Nëse pret një përgjigje, rri gati postës elektronike, telefonit. Nëse ke për të dërguar dokumenta, bëj gati. Nëse dikush të kërkon takim, mos humb 4 ditë duke vendosur kur je e lirë. Hap kalendarin dhe jep 2 alternativa. Nëse të vjen një mundësi pune, mos prit një javë për të përgjigjur. Shpejtësia nuk do të thotë nxitim, Binjak. Lexoje mesazhin 2 herë para se ta dërgosh, kontrolloje emrin e personit, do thjesht po them gjëra që mund të ikin nga shpejtësia, nga nxitimi, jo shpejtësia. Kontroll datën, kontroll shumën e kështu me radhë, sepse një gabim prej 30 sekondash mund të marrë 3 orë për ta rregulluar. Hermit, që është dietari apo dhe vetmitari, nga që është vetëm. Jo çdo përgjigje duhet të dhënë me njëherë, Binjak. Pra, shpejt po jo nxitueshëm. Dhe ja ku letra të bëjnë një kthes shumë të bukur. Nga 8 të shkopive tha lëviz, por Hermit thot dije kur duhet të ndalosh. Kjo është shumë e rëndësishme.
Kjo është shumë e rëndësishme për binjakët. Këtë javë mos u ndje detyruar t'i përgjigjesh menjëherë çdo personi. Ose nëse dikush të kërkon një vendim të rëndësishëm mund të thuash, do ta mendoj dhe do të përgjigjem nesër. Asgjë nuk prishet. Binjak, asgjë nuk prishet. Nëse je i nervozuar, mos e dërgo atë mesazh. Shkruaje, lexoje pas një ore. Ndoshta gjysmën do ta fshish. Besoni, dhe nëse ke shumë njerëz rreth vetes, gjej pak kohë vetëm, sepse ky hermit këtu para pëlqen vetmin. Jo për të analizuar jetën deri në vitin 2024, absolutisht, thjesht për ta kuptuar se çfarë dua unë nga kjo situatë. Kur dëgjon 20 mendime, në fund e harron mendimin tënd. Perëndori është vendosësh rregull sepse motivimi nuk mjafton. Këtu është qërtimi kryesor të dashur binjak. Mjaft më do ta bëj, por kur? Do fillosh të kursesh sa edhe në cilën datë binjak? Do aplikosh për punë, sa aplikime do dërgosh këtë javë? Do rregullosh shtëpinë, cilën dhomë dhe kur? Apo do fillosh një projekt, cili është hapi i parë? Perëndori nuk do plane të bukura. Do strukturë. Nëse ke shumë për të bërë, shkruaj 3 gjërat më të rëndësishme të ditës. Jo 17. Sepse lista me 17 gjëra nuk është organizim, është një mënyrë elegante për t'u stresuar. Dhe një gjë tjetër, vendos kufi me kohën tënde. Nëse ke punë për të bërë, fik njoftimet për një orë. Largo telefonin, për shembull. Nuk ka pse të jesh i disponueshëm për të gjithë ditën. Shumë e thjeshtë, apo jo? Mbreti i kupës. Kontrollo reagimin, jo njerëzit. Këtu kemi një këshill shumë të pjekur. Këtë javë dikush mund të acarojë të thotë diçka që nuk të pëlqen, ose të vërë në një situatë ku reagimi i parë është prisë do t'ja tregoj unë. Jo. Mbreti i kupës thotë, mos ja dorëzo timonin e humorit të dikujt tjetër. Nëse dikush të provokon në punë, përgjigju për çështjen, jo për personin. Nëse partneri është me nerva, mos u bëj automatikisht edhe ti me nerva. Nëse dikush nuk të kthen mesazh, mos e ndërto 14 skenare në kokë binjak. Dhe mos përdor heshtjen si dënim. Nëse ke problem, thuaje qartë. Kjo nuk më pëlqeu. Shumë më mirë se 3 ditë s'kam asgjë. Ndërkohë që fytyra jote thotë se ke gjithçka. Pjekuria këtë javë nuk është të mos ndjesh, është të mos reagosh ndaj çdo ndjenje që të kalon nëpër trup. Dhe 6 të shkopive. Mos e minimizo rezultatin tënd. Dhe ja ku mbërim. 6 të shkopive më pëlqen shumë në fund sepse tregon se diçka mund të dalë në favorin tënd. Mund të marrësh vlerësimin, mund të përfundosh diçka me sukses, mund të marrësh një përgjigje që prisje, mund të dallohesh në punë, mund të fitosh një debat, megjithse pas mbretit të kupës shpresoj të kesh mësuar se jo çdo debat duhet fituar. Mund të jetë edhe diçka e vogël, por që të vërteton. Po, jam në rrugën e dur, këtu jeni ju. Në këtë kali, dhe gjithë duke duar të vlerësuar, duar trukitur, apo në këtë sens. Dhe kur ndodh, mos thuaj me njëherë, po, por jo, hiqe porin, porin hiqe. Të komplimentuan, thuaj faleminderit. Arriti diçka, pranoje. Ke bërë punë të mirë, mos prit që dikush tjetër të jap leje për të qenë krenar. Vetëm kujdes që suksesi të mos hip në kokë binjak. Fitoje momentin, shijoje, pastaj vazhdo punën. Pra ishte një
lexim, qortime se për çfarë duhet i hapësh syt këtë javë, për kohën dhe energjinë tënde, binjak. Jo çdo mesazh është urgjent, jo çdo mendim i dikujt tjetër është këshill, jo çdo problem kërkon reagim të menjëhershëm. Këtë javë mund të jetë shpejt, por pikërisht për këtë arsye ka nevojë për një rregull, jo për kaos. Tetë të shkopive të thotë të kapësh momentin. Hermit, të thotë të dish kur të heshtësh e të mendosh. Perandori të organizosh. Mbreti i kupës të thotë të kontrollosh reagimet. Dhe 6 të shkopive thotë, nëse i bën këto, rezultati mund të pëlqejë shumë. Detyra jote për këtë javë, të dashur binjakë, zgjidh 3 prioritete, jo 13. Mos dërgo mesazh të rëndësishëm kur je me nerva, kërko ndihmë aty ku nuk ke pse ta bësh gjithë vet. Dhe kur të vi një mundësi e mirë, mos e humb nga shpërqendrimi. Përgjigju, organizohu dhe vepro. Nuk të mungojnë mundësit, binjak, të duhet vetëm të ndalosh së shpërndar veten në 10 drejtime.